si u përjetua humbja e parë ndaj Gnatit në këtë sezon? Normale që çdo humbje ka keqardhjen e vet. Gjithë jemi të vetëdijshëm për mënyrën se si rrjedhi loja, nuk ishte një ndeshje që duhet ta humbim, ishte më shumë një ndeshje për 0-0, duhet me pranuar që ne nuk krijuam aq shumë raste që të themi që e meritonin fitoren ose jo, po mendoj që ishte një ndeshje për 0-0. Bëm një gabim ndofish, e kemi analizuar dhe nuk do ndodhi, sepse duhet majmë balansat, mënyrën kur fillojmë ndërtojmë lojën ofensivë dhe të mendojmë se si do mbrojmë, por humbja është pjesë e jetës, pjesë e lojës tonë. Kemi një fjalë që e përdorim në dhomat e zhveqjes që unë nuk humb, unë ose fitoj ose mësoj. E përkushtojmë tani te ndeshja e radhës. Si ka qenë gjendja e grupit pas kësaj ndeshje? Ka qenë çike vështirë për dy arsyet që na kanë ndodhur këto dy ndeshjet nga ana, po them, e ndjesisë për dy mungesat që na ndodhen edhe dy lëndimet të Albi Dogës dhe Gabriel De Gomes, dhe jemi të vetëdijshëm që nuk ishte ky momenti që duhet ndodhin, ose do zoti nuk ndodh asnjërit, por janë pjesë e lojës, pjesë e jetës gjithmonë, dhe ndoshta nuk ishim dhe vetvetiut të përgatitur për këtë mënyrë, por jeta vazhdon, futbolli vazhdon, kemi një grup solid, që tani është mundësia e disa lojtarëve të tjerë që kanë pa më pak mundësi me treguar vlera dhe të tregojnë, sepse fati i keq i dikujt është fati i mirë i një tjetrit. Kjo është jeta, ky është futbolli, dhe mendoj që ky është momenti i dur për të treguar sa i fortë është ky grup, edhe me ndeshjen e ardhës duhet të reagojmë. Tani u pret një përballje e rëndësishme me Dinamo, si e shikoni këtë ndeshje? Ndeshje të vështirë, do luajmë me një ekip jashtëzakonisht në formë në këtë moment, një ekip që ka një organizim të loje të mirë. Jemi të vetëdijshëm që quhet, që mund ta themi pak me thojza, që edhe Dinamo do të merret për ndeshjen e parë me ne. E pam që dhe është një ekip jashtëzakonisht, dhe ndoshta mund ta themi që është ekipi kandidat për titull kampion, por nëse ti do të marrësh pjesë në të mirat, atëherë duhet të luash dhe të fitosh me të mirat. Ne treguam në ndeshjen e parë, është një ndeshje tjetër, çdo ndeshje ka rëndësinë, nuk ka dy ndeshje njësoj, por ne duhet të fokusohemi te loja jonë, te qëllimi, te organizimi i lojës tonë, sepse aty kemi ndikim, normal që do përshtatemi edhe me ekipin kundërshtar, vlerësojmë dhe respektojmë, por ne duhet ta fillojmë të vlerësojmë dhe respektojmë vetën tonë. A duhet të ndryshojë diçka të ute në lojë për të fituar me Dinamo? Jemi të urritur, për të ndryshuar çdo ndeshje do të ndryshojmë, që do të thotë nuk duhet të kënaqemi me atë që prezantuam më parë, po të rritemi, por jo çdo gjë kemi ndikim, ke një kundërshtar, ke një ndeshje, çdo ndeshje ndryshon nga njëra tjetra, ndryshon nga mënyra se si interpretohet, ndryshon nga dispozitat e ditës, ndryshohet nga lojtarët se në momentin e dur se si ndjen. Ne mendojmë që në krahasim me ndeshjen me Gnatën duhet ndryshojmë vetëm te fokusimi, po ashtu si e tham, ndodhin gabime në futboll dhe kush bën më pak gabime ai fiton. Kjo domethënë, te kjo gjë do ndryshojmë, që duhet bëjmë një ndeshje në perfeksion nëse do të dalim me rezultate pozitive. Po themi që do bëjmë ç'është e mundur që ta realizojmë këtë. Mister, Tulla është konsideruar si një nga surprizat e fazës parë të superiores, vendi 5, nëse do të shkuar diçka më të mirë me Gnatja mund të ishte edhe në katëshën e parë. Por për lojën, për nivelin që ka treguar, për të gjithë ndryshimet që kanë ndodhur, është një ekip që ka marrë vlerësime për atë që ka prodhuar në fushë. Jeni i kënaqur me atë se çfarë dha ekipi në fazën e parë dhe ku mendon se do shkojnë në të dytën? Njeriu asnjëherë s'është i kënaqur, gjithkohë pretendon më shumë, por në një kohë të shkurtër që kemi mbarur
përsipër përgjegjësitë ne si staf, si klub, presidenca, gjithë, domethënë, duhet të jemi kënaqur me rrjedhën e kësaj. Gjithmonë ka vend më mirë. Donin që ta marronin në fazën e parë në katëshën e parë, nuk dojnë kjo, jemi të vetëdijshëm për këtë, deri në këtë moment ishim te kjo katësha e parë, por duhet unë si trajner dhe ne si staf, domethënë, jemi të kënaqur me mënyrën se si po e interpreton skuadra, mendimin e lojës, angazhimi, karakterin që po tregon, dhe them që këtu ku jemi e meritojmë të jemi, por gjithmonë kam mirë. Kur shohim mënyrën se si po interpretojnë, sa shpejt po shfaqen ato gjërat, ato mendimet, ato koncepti, atëherë themi që kemi mundësi akoma për më mirë. Por ndonjëherë duhet të jemi me këmbëtor, porësia është virtyt i jashtëzakonshëm, por nuk duhet ta pranojmë që nuk kemi më një ekip modest që Teuta lu vetëm për mesin e tabelës, pretendimet janë shtuar, apetiti ngrihet me ngrënjes, dakor? Pika e fortë e Teutës ka qenë mbrojtja në këtë fazë të parë, le të themi, për atë që ka prodhuar solide, fort, pressing. Megjithatë do keni mungesë të madhe si Gabrieli, por gjithashtu edhe Doka një lojtar i rëndësishëm. Dhe nga ana tjetër Sulmi ka zhgënjur ta dërgojë topin në rrjet, ka pasur raste, ka qenë afër. Megjithatë si ish sulmues që e kishit lehtësisht ta çoni topin në rrjet. Çfarë leksione e keni edhe në këtyre sulmuesve? Gjithmonë nuk mund t'i ndajmë fazën mbrojtëse dhe fazën sulmuese me lojtar ose me reparta. Unë nuk jam një trajner tjetër. Mos ta harrojmë atë që thatë dhe ju, që faza mbrojtëse fillon me presingun e lartë që marrin pjesë sulmuesit. E njëjta gjë dhe faza e ndërtimit të lojës dhe faza ofensive fillon nga portieri dhe mbaron te sulmuesi. Rastet janë krijuar. Kjo jemi që nga kjo anë jemi më ngrohtë, se më e keqja është kur nuk krijon raste. Duhet jemi që durueshëm, jo të gjitha në futboll ose në jetë funksionojnë, ose një shtëpi duhet të themelet, duhet presim gjithë, sepse mund të ndërtosh shtëpinë edhe pa themele, por një fortunë, një brezhë, ku dëgjon, do filloj të hujti ose do e prishë atë. Nëse duam ndërtojmë me afat gjatë, atëherë bazat, fundamentet duhet të jenë jashtëzakonisht solide. Po, nuk mund të themi që jemi të zhgënjur, po kemi pritshmëri akoma më shumë nga anën ofensive, nga anën e përfundimit dhe finalizimit, por ajo gjithmonë është më vështirë në futboll, sepse gjithashtu ka edhe një kundërshtar që gjithashtu stërvitet, punon për të mbrojtur, sepse ai që bën një gol më shumë ai fiton ndeshjen. Edhe shkurtimisht, je përballur me gjithë kundërshtarët. Kush duket më i vështirë për ato objektivat që ka Teuta dhe për të shkuar në maksimum? Duhet me e pranuar, është një sezon i vështirë. Duhet me e pranuar që rivaliteti është me vërtet nivelin, skuadrat nuk kanë shumë ndryshime në mënyrën se si e interpretojnë çdo njëri te vlerat e tyre ose mënyrën e lojës, te kualiteti e performancave që tregojnë, por nuk duhen ndarë tani, por duhet me pranu, janë 3-4 ekipe që mendoj unë që domethënë që do konkurrojnë për këtë katër ose më themi edhe 5 ose 6, që mendoj që Vllaznia na ka surprizuar në mënyrën se si, Dinamo gjithashtu ka një organizim të loje, ka mënyrën e vet të interpretimit, Egnatia, mos harrojmë, është kampion në fuqi, Elbasani gjithashtu, pavarësisht ne kishim vërtet, themi te kjo marrim pjesë ne, që po rritemi në çdo ndeshje, jo po marrim, po kemi dëshirë, do bëjmë ç'është e mundur të jemi te kjo. Por dua tamam ta shoh edhe Dinamon kur luajmë 11-11 dhe jo 10-11 që por them që këto janë pak a shumë ekipet që në këtë moment mendoj që me kalimin e kohës dhe flamurtari do rritet, se ka cilësi, ka cilësi individuale, kanë problemet e tyre që ato i di më mirë se sa ne, nuk ja bëjmë, po them që është me vërtet një kampionat dhe një sezon i vështirë, sepse ekipet nuk kanë midis tyre ndryshime të mëdha.